Në universin e gjerë të astrologjisë, luani përfaqëson diellin, qendrën e universit ton, dhe si tillë, çdo gjë që bën kjo shenjë është e destinuar të rrezatojë, të tërheqë vëmendje dhe të krijojë një lloj graviteti emocional te njerëzit rreth tyre. Por pikërisht ky shkëlqim natyral është arsyeja e parë dhe më themelore pse një luan duhet të jetë jashtëzakonisht diskret kur bëhet fjalë për bilancin e tij bankar. Kur një luan flet për fitimet e tij, ai nuk po jep thjesht një shifër. Ai po ushqen pa dashje një cikël energjie që mund të kthehet shumë shpejt kundër tij. Problemi nuk qëndron te paraja si mjet, por te mënyra se si të tjerët e perceptojnë suksesin e luanit. Për shumë njerëz, luani duket sikur e ka arritur gjithçka me lehtësi. Edhe pse e vërteta është se pas çdo fitimi fshihet një punë titanike dhe një disiplinë që pak kush e kupton. Duke treguar shifrën e saktë të fitimeve, luani thyen magjinë e autoritetit të tij dhe zëvendëson atë me një objektiv konkret për zilinë e të tjerëve. Zilia ndaj një luani nuk është si zilia ndaj shenjave të tjera. Është një zili që kërkon të fikë dritën, sepse drita e luanit i bën të tjerët të ndihen sikur janë në hije. Në momentin që një luan zbulon pasurinë e tij, ai automatikisht krijon një barrierë të padukshme në marrëdhëniet e tij sociale. Njerëzit fillojnë ta shohin atë jo më si mikun besnik apo udhëheqësin frymëzues, por si një burim të mundshëm për fitimi. Luani, i cili udhëhiqet nga zemra dhe ka një dëshirë të lindur për të qenë bujar, bie shpesh në grackën e shërbëtorit të gjithëve. Nëse njerëzit e dinë se sa fiton, ata do të presin që ti të paguash gjithmonë faturën. Ti të jesh ai që jep huan që nuk kthehet kurrë, dhe ti të jesh ai që nuk ka të drejtë të ankohet për lodhjen. Për një luan, liria financiare është e lidhur ngushtë me dinjitetin. Duke mbajtur shifrat private, ti mbron dinjitetin tënd nga ata që do të tentonin ta matnin vlerën tënde njerëzore vetëm përmes fuqisë blerëse. Një tjetër aspekt kritik është energjia e syrit të keq ose negativitetit kolektiv. Luani është shenjë zjarri dhe zjarri ka nevojë për oksigjen që të digjet, por ai mund të fiket nëse mbytet nga pluhuri i keqdashjes. Kur ti tregon se sa fiton, ti po u jep të tjerëve një hartë të saktë të suksesit tënd. Dhe në botën tonë, jo të gjithë duan të shohin dikë që ngjitet lart. Ka një forcë të çuditshme në fshehtësinë e financave. Ajo krijon një lloj mistike që e mbron pasurinë tënde. Paraja në nivelin ezoterik është energji. Kur ti e shpërndan këtë informacion, ti po e shpërndan energjinë e fitimit tënd, duke e dobësuar rrjedhën e saj drejt teje. Një luan i mençur e di se pasuria rritet në qetësi dhe në errësirë, larg syve kurioz që kërkojnë të gjejnë pika të dobëta. Për më tepër, luani ka një tendencë natyrale për pakës egzagerim ose për të treguar anën më të mirë të medaljes. Kjo mund të keqinterpretohet si mburrje, edhe nëse qëllimi yt është thjesht të ndash një gëzim. Por në veshët e dikujt që po kalon vështirësi, suksesi yt tingëllon si një fyerje. Kjo krijon një distancë emocionale që mund të shkatërrojë miqësi shumëvjeçare. Duke mos treguar kurrë se sa fiton, ti mban ekuilibrin në marrëdhënie. Ti lejon që njerëzit të duan për atë që je, për humorin tënd, për mbrojtjen që u ofron dhe për shpirtin tënd të madh, e jo për shkak të numrit të zerove në llogarinë tënde. Në aspektin strategjik të jetës, informacioni është fuqi. Nëse konkurrentët e tu, apo edhe bashkëpunëtorët, e dinë saktësisht se sa fiton, ata e dinë se sa është çmimi yt. Ata e dinë se sa mund të të shtyjnë në një negociat. Një luan duhet të mbetet gjithmonë i paparashikueshëm. Kur askush nuk e di se sa ke, askush nuk mund të përcaktojë limitet e tua. Kjo të jep një avantazh psikologjik në çdo marrëveshje biznesi apo rritje karriere. Misteri rreth financave të tua ndërton një imazh të një njeriu që ka gjithmonë rezerva, që nuk është kurrë i dëshpëruar dhe që ka kontroll absolut mbi fatin e tij. Së fundmi, duhet të kujtosh se luani është mbreti i xhunglës, dhe mbreti nuk i tregon kurrë mbar popullit se sa arka në arkën e tij private. Ai tregon fuqinë përmes veprimeve, përmes prezancës dhe përmes stilit të jetesës, por numrat mbeten sekret shtetëror. Ruajtja e këtij sekreti është forma më e lartë e vetë kontrollit. Duke mos folur për parat, ti po i tregon universit se je i pjekur mjaftueshëm për të rritur edhe më shumë. Pasuria e vërtet nuk ka nevojë për konfirmim nga të tjerët. Ajo ndihet në qetësinë tënde, në sigurinë me të cilën ecën dhe në faktin që nuk e nevojë të vërtetosh asgjë para askujt. Qëndroj heshtur për fitimet e tua dhe lëre suksesin tënd të bëjë zhurmën e duhur kur të vi koha, por asnjëherë përmes fjalëve të tua. Duke vazhduar këtë analizë të thellë, duhet të kuptosh se për një luan, paraja nuk është thjesht letër apo numra në një ekran, por është një mjet i pastër i pushtetit dhe i shprehjes së lirë. Kur ti fillon të flasësh për shumat e saktë, ti po u jep njerëzve lejen për të gjykuar lirinë tënde.
Në psikologjinë e masës, ekziston një prirje e rrezikshme për të vendosur tavan mbi kokën e tjetrit. Njerëzit ndihen rehat me suksesin tënd përsa koha ai nuk i bën ata të ndihen të vegjël. Por Luani, me natyrën e tij ekspansive, ka një potencial fitimi që shpesh i kalon kufijtë e normales. Duke treguar këto shifra, ti krijon një fërkim të panevojshëm me realitetin e të tjerëve. Duke i kthyer aleatët e tu të mundshëm në kritik të fshehtë që vëzhgojnë çdo shpenzim tënd me lup. Nëse dikush e di se sa fiton, ata fillojnë të llogarisin në mendjen e tyre nëse e meriton atë jetesë që bën. Pse bleu një makinë të re? Pse udhëton aq shumë? A ishte vërtet e nevojshme ajo blerje luksoze? Këtë pyetje, megjithse mund të mos thuhen me zë të lartë, krijojnë një re negative rreth teje. Një Luan duhet të jetojë pa u ndier në faj për bollëkun e tij. Heshtja financiare të jep privatësinë për të shijuar frytet e punës tënde pa pasur nevojë të japësh llogari. Ti nuk ke nevojë të shpjegosh pse po investon në një projekt të ri apo pse po shpenzon për një pasion tëndin, sepse kur askush nuk e di bazën tënde financiare, askush nuk mund të ndërtojë një padi kundër stilit tënd të jetesës. Një tjetër element i rëndësishëm është ruajtja e ambicies tënde të brendshme. Ekziston një fenomen psikologjik ku ndarja e qëllimeve apo arritjeve të mëdha, përfshirë ato financiare, liron dopamin në tru, duke të dhënë një ndjesi të re me përmbushje përpara se të kesh arritur vërtet majën tjetër. Kur ti mburresh ose thjesht tregon shifrën e lartë që ke fituar, truri yt mund të fillojë të relaksohet duke menduar se ja doli. Por për një Luan, stagnacioni është vdekje. Duke e mbajtur suksesin tënd si një sekret të shenjtë, ti ruan urinë për më shumë. Ti e mban zjarrin e brendshëm të ndezur sepse vetmja provë e suksesit tënd je ti vetë dhe llogaria jote bankare. E jo duar trokitjet e njerëzve që mund të jenë thjesht sipërfaqësore. Në botën e biznesit dhe të rrjeteve sociale, ku ti po ndërton prezancën tënde, mbajtja e një profili misterios rreth pasurisë të rrit vlerën e markës personale. Njerëzit joshen nga ajo që nuk mund ta masin plotësisht. Një Luan që tregon çdo qindark duket i dëshpëruar për vlerësim, ndërsa një Luan që jeton mirë, prodhon vlerë dhe nuk flet kurrë për koston, duket i pathyeshëm. Kjo krijon një lloj graviteti që tërheq mundësi më të mëdha. Investitorët, partnerët dhe klientët duan të punojnë me dikë që rrezaton stabilitet, por që nuk është një libër i hapur. Ata duan të mendojnë se ti ke shumë më tepër nga që tregon, sepse kjo tregon vetë përmbajtje dhe inteligjencë emocionale, dy cilësi që çojnë në pasuri afatgjat. Mendo edhe për peshën e përgjegjësisë morale. Si Luan, ti je shpesh shtylla e familjes ose rrethit shoqëror. Kur ti tregon fitime të mëdha, ti pa dashje rrit varësinë e të tjerëve të ti. Njerëzit fillojnë të mbështeten te fati yt në vend që të punojnë për të tyren. Kjo mund të kthehet në një barë të rënd, ku ti ndihesh i detyruar të ndihmosh të gjithë, duke dëmtuar kapitalin tënd që duhet të reinvestohet. Duke e mbajtur pasurinë tënde private, ti mbron ata nga dembelizmi dhe veten nga shfrytëzimi. Ti mund të jesh bujar në hije, duke ndihmuar pa bërë zhurmë, gjë që është edhe forma më e pastër e bujarisë që ushen shpirtin tënd pa ushqyer egon e të tjerëve. Në fund të fundit, sekreti i fitimeve të tua është një gardh mbrojtës për paqen tënde mendore. Ne jetojmë në një epokë ku informacioni përdoret si armë. Çdo shifër që ti nxjerr nga goja mund të arkivohet dhe të përdoret kundër teje në një moment dobësie ose ndryshimi rrethanash. Duke qenë se Luani është një shenjë që synon jetëgjatësinë në sukses, ai duhet të mendojë si një strategji vjetër. Lëviz në heshtje, godit me saktësi dhe mos i trego kurrë askujt sa municion ke në depo. Kjo është mënyra e vetme se si një Luan mund të mbretërojë mbi xhunglën e tij financiare pa u sfiduar nga grabiçarët e vegjël që presin vetëm një gabim për të kafshuar. Për ta mbyllur këtë rrugëtim në psikologjinë e fshehtë të Luanit, duhet të kuptosh se akti i fundit i mjeshtërisë nuk është thjesht mbajtja e sekretit, por shndërrimi i kësaj heshtjeje në një forcë magnetike që tërheq edhe më shumë bollë. Një Luan që nuk e mat vete me shifra para të tjerëve, fillon ta mat vete me ndikimin që lë në botë. Dhe kjo është pikërisht pika ku pasuria kalon nga niveli material në atë spiritual dhe autoritar. Kur ti nuk tregon sa fiton, ti mbetesh një enigmë e gjallë. Njerëzit e ndjejnë suksesin tënd përmes cilësisë së mendimeve të tua, qetësisë së lëvizjeve të tua dhe faktit që nuk ke nevojë për aprovimin e askujt. Ky lloj autoriteti nuk mund të blihet me asnjë shumë parash, por mund të humbet shumë lehtë me një fjalë të vetme mburrëse. Ti duhet të jesh arkitekti një kështjelle ku vetëm ti dhe universi njihni themelet e vërteta. Kjo të mbron në kohë krizash, sepse nëse askush nuk e di sa lart ke arritur, askush nuk do ta kuptojë nëse ke bërë një hap pas për të rregulluar, duke të lejuar të ruash imazhin tënd të pathyeshëm ndërkohë që ti riorganizohesh në prapasken. Luani jeton për dinjitetin,
Dhe nuk ka asgjë më pak dinjitoze se sa të shohësh dikë që dikur mburej me fitimet e tij, të detyrohet të shpjegojë humbjet e tij. Duke qëndruar i heshtur në sukses, ti fiton të drejtën për të qenë i qetë edhe në dështim, duke mbajtur kontrollin e narrativës së jetës tënde plotësisht në duart e tua. Mendo për paratë e tua si për farat e një kopshti mbretëror. Nëse ti nxjerr farat nga dheu çdo ditë për t'ua treguar fqinjeve se sa po rriten, ato do të thashen dhe nuk do të bëhen kurrë pemë të forta. Lëri fitimet e tua të rriten në sipërfaqe, të forcojnë rënjët e tyre në investime të zgjuara, në pasuri të paluajtshme, në projekte që flasin vetë pa pasur nevojë për zërin tënd. Kur kopshti yt të jetë aq i harlisur sa të ofrojë hije për të gjithë, njerëzit do ta kuptojnë fuqinë tënde pa pasur nevojë të shohin fatura. Ky është suksesi i vërtetë i një luani. Të jetë aq i fuqishëm sa prania e tij të jetë dëshmia e vetme e pasurisë që zotëron. Prandaj, mbaje qelsin e kasafortës tënde mendore fort të shtrënguar. Mos ia dhuro askujt kënaqësinë e të diturit se ku mbaron fuqia jote dhe ku fillon rezerva jote. Në fund të ditës, bota nuk ka nevojë të di llogaritë tua. Ajo ka nevojë për dritën tënde, për guximin tënd dhe për shembullin e një njeriu që sundon fatin e tij me modesti mbretërore. Duke vepruar kështu, ti nuk po fsheh vetëm para, po mbron integritetin e shpirtit tënd nga korozioni i botës materiale. Qëndroj madh, qëndroj heshtur dhe lëre mbretërinë tënde të flasë përmes veprave që lën gjurmë në kohë, e jo përmes shifrave që i merr era e harresës. Ky është ligji i pathënë i luanit, dhe ky është sekreti që do të mbajë gjithmonë në fronin e jetës tënde.